Harojini ilaçet, sytët e ithra dhe do shëroni këto tre sëmundje. Shurupi tradicional me ithra përdoret për pastrimin e gjakut, por është i shijshëm edhe si pije freskuese. Nëse e përzjeni atë me ujë mineral dhe me pak akull. Ky lëng është i mirë edhe kundër reumatizmit dhe artritit, dhe ithra përmban shumë hekur, përdoret gjithashtu edhe për personat që kanë probleme me anemi. Hithra mund të konsumohen në forma të ndryshme dhe përfitimet që do t'japin organizmit do ta bëjnë atë një prej produkteve më të mira fantastike në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Po ashtu besohet se ajo parandalon gjithashtu edhe problemet respiratore, problemet urinare, por edhe humbjen e flokut. Ja disa receta dhe përfitime kryesore që do të merrni nga konsumi i ithrave me mjaltë dhe limon në dietën tuaj. Shurupi është i thjeshtë për t'u përgatitur. Si fillim merrni këta përbërës: 1 kg me hithra, 2 deri në 3 litra ujë, dhe gjithashtu mund të shtoni sipas dëshirës edhe mjaltin dhe përfitimet kryesore që do të merrni prej saj do të jenë fantastike. Si fillim, pastroni gjethet e ithrave, i fusni ato në ujë dhe i zjeni ato në temperaturë mesatare për 1 orë, duke shtuar ujë edhe gjatë zjerjes së tyre. Shurupin e fituar e vendosni në shishe prej qelçi dhe e mbyllni mirë. Shurupi i dytë përgatitet në këtë mënyrë: hithra, mjalti dhe limoni. Përgatitja: rreth 400 gram gjethe të freskëta të ithrës, lëngu nga 6 limona, ëmbëlsues sipas dëshirës, 5 lugë mjaltë dhe 1 litër ujë. Hithra coptëzohet dhe pastrohet mirë. Ato vendosen në një enë qeramike dhe përzihen me shurupin me sheqer. E mbuloni dhe e lini për të paktën 10 minuta. Shtoni lëngun e limonit gjithashtu edhe mjaltin. I mbyllni dhe e lini ato në një vend të ftohtë dhe të errët. Vetit shëruese të hithrës janë të larmishme. Sipas Healthline, ajo përmirëson sistemin imunitar, zbut simptomat e artritit, ndihmon gjithashtu në largimin e acideve urinare nga nyjet dhe ndihmon në funksionin e gjendrave tuaja mbiveshkore. Hithra është një bimë e cila mund t'i japë shumë përfitime në dobi të vlerave dhe shëndetit tuaj. Hithra e njohur ndryshe si Urtia dionica në latinisht dhe ka një trashëgimi të pasur bimore. Ajo ka qenë e përdorur që në kohët e lashta si një diuretik e shkëlqyer edhe në mbrojtjen e organizmit. Një filxhan çaji i përgatitur nga hithra në kombinim me ujin mund të ofrojë vitaminën A, vitaminën B, K, riboflavin, niacin, folat, karbohidrate komplekse, yndyrna dhe proteina, të cilat do të luajnë një rol pozitiv në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ajo është e pasur me nivele shumë të mira të kalciumit, hekurit, kaliumit, fosforit, zinkut, bakrit, magnezit dhe të tjera. Ju mund të përgatisni lëngun e ithrave në dietën tuaj dhe të shtoni atë edhe në përbërjen e ofruesve që ajo ka. Sipas Healthline, këto janë vlerat kryesore që do të merrni nga konsumi i ithrave në dietën tuaj. Hithra do të parandalojë gjithashtu formimin e gurve në veshka dhe problemet e traktit urinar. Lëngu i ithrave është një diuretik i shkëlqyer natyror që lejon rrjedhjen e duhur të lëngjeve nga veshkat dhe fshikza, duke parandaluar kështu formimin e gurve në veshka. Ajo mund të trajtojë edhe infeksionet urinare. Lehtëson dhimbjet e gjymtyrve dhe të muskujve. Hithra ka qenë e përdorur që në kohët e lashta për trajtimin e problemeve të artritit. Ka veti të mira antiinflamatore dhe redukton gjithashtu edhe dhimbjet e muskujve. Hithra lehtëson ekzema dhe probleme të ndryshme të lëkurës. Për shkak të vetive që ka, hithra ndihmon në eliminimin e toksinave dhe problemeve të tjera që i kanosen shëndetit tuaj të lëkurës. Përdorimet të tilla të kësaj bime mund të jenë fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Ajo është e mirë gjithashtu edhe si një tonik për femrat. Lëngu i ithrës është i pasur me hekur që ndihmojnë në lehtësimin e anemisë. Gratë shtatzana duhet ta përdorin lëngun edhe për të stimuluar gjendjen e tyre, por gjithmonë në kujdesin e duhur për të marrë përfitimet unike dhe për të parandaluar kështu edhe komplikacionet tuaja. Lëngu i ithrave është i mirë për sistemin tuaj tretës.
Pini lëngun e ithrave në mënyrë që të parandaloni dispepsin, të vjellat, kolitin, parazitët edhe problemet të tjera të traktit tretës. Hithra është një bimë që mund të ulë gjithashtu edhe problemet e kolesterolit në gjak. Hithra përmban beta-sisosterol. Ky përbërës ndihmon në thithjen e kolesterolit të keq dhe siguron që të keni një zemër më të shëndetshme dhe akoma më të mbrojtur. Hithra do të ruaj strukturën e dur të qelizave dhe gjithashtu mund të ofrojë mbrojtje më të mirë detyre. Hithra është e pasur me flavonoid si quercetin, të cilët ndihmojnë edhe fal antioksidantëve të shkëlqyer. Lëngu i hithrave ndihmon në mbrojtjen e ADN-s, parandalon problemet e diabetit dhe presionit të lartë të gjakut, duke dhënë kështu rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe jo vetëm. Lëngu i hithrave mund të jetë një përzgjedhje stabilizuese e niveleve të sheqerit, por kjo nuk do të thotë se ju duhet të hiqni dorë nga medikamentet për të marrë edhe vetëm përfitimet e saj. Hithra është perfekte edhe për higjienën tuaj orale dhe jep rezultate të shkëlqyera në këtë drejtim. Përdorini lëngun e hithrës në formë gargare dhe rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu një gojë më e shëndetshme dhe më pak komplikacione dhe probleme të saj. Sigurohuni ta përdorni atë në të mirë të shëndetit dhe ndikimi që ka në organizëm do të jetë i menjëhershëm pas përdorimit të saj, por tregoni gjithmonë kujdes. Persona të cilët kanë probleme me stomakun, gra shtatzana dhe fëmijë të vegjël duhet të konsultohen me mjekun e tyre përpara se të përdorin hithrën në dietat e përgjithshme. Jo të gjitha organizmat reagojnë njësoj ndaj përdorimit të saj. Ndaj, nëse bëni pjesë në këtë kategori të personave, tregohuni më të kujdesshëm me përdorimin e hithrave në mënyrë që ajo të mos shkaktojë efekte negative të shëndetit tuaj. Në vendin ton janë të njohura tashmë edhe përdorimet dhe trajtimet që mund të merrni nga hithra. Kjo bimë është përdorur veçanërisht edhe për të mbrojtur organizmin dhe për të mbajtur larg komplikacionet e saj. Hithra ka veti të mira diuretike, të cilat janë përdorur tashmë edhe kundër problemeve në veshka dhe problemeve të infeksioneve urinare. Lëngu i tyre mund të japë rezultate fantastike mbrojtëse në shëndet dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që ta përdorni atë me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja dhe ndikimet që do të keni do të jenë mbreslënse. Lëngu i tyre është perfekt gjithashtu për të larguar lëngjet e tepërta të organizmit, duke lehtësuar funksionet e zemrës, të zorëve dhe të qarkullimit tuaj të gjakut. Studimi kryer nga Universiteti Plymouthit doli në përfundimin se hithra mund të përdoret edhe për trajtimin e problemeve të artritit. Përfshiheni hithrën në përditshmërinë e dietave tuaja dhe rezultatet që do të keni do të jenë fantastike kundër këtyre komplikacioneve. Personat të cilët përfshin hithrat në dietën e tyre patën një reduktim të ndjeshëm të dhimbjeve. Por përse funksionon hithra kundër artritit? Sipas studimeve të mbledhura nga studiuesit, ekspertët e rekomandojnë shumë përdorimin e hithrës si një përzgjedhje fantastike kundër këtyre komplikacioneve. Sipas ekspertëve, ajo mund të lehtësojë gjithashtu aciditetin e tepërt urik që shkakton edhe komplikacione dhe mund të mbrojë më mirë shëndetin tuaj. Kjo bimë është e veçantë falë ndikimeve që ka në mbrojtjen e organizmit, do të jetë një nga përzgjedhjet më të mira që mund t'i ofroni shëndetit dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Hithra mund të përdoret në mënyra të ndryshme. Metoda e parë është të aplikohet direkt në zonën ku keni dhimbje të forta, një pastë me gjethe të hithrave të shtypur. Më pas, shtypini gjethet e njoma në mikser me vaj ulliri dhe lyeni zonën ku keni shqetësime. E mbani për 5 deri në 10 minuta, më pas e pastroni atë me një letër dhe shplani mirë. Kështu do të merrni lehtësimet e duhura që ka nevojë shëndeti juaj dhe të parandaloni edhe komplikacionet e tij. Përdoreni me kujdes në mënyrë që hithra të jetë një përfituese madhe e shëndetit tuaj. Duke ndjekur këto hapa, do ta keni më të lehtë të rimerrni edhe përfitimet e saj dhe të parandaloni komplikacionet e artritit dhe shqetësimeve të ndryshme të nyjeve, citon Healthline. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.